duke qenë akoma në stadet tribale, flas për profesionin, për rrethin artistik, duke qenë akoma tribal, dhe faleminderit shumë prej tyre. Ne të rinjve, sidomos na hapin dyert dhe thonë, hajtë se do ta marr unë përsipër fjalët. Po nuk është normale. Ta jep një herë, ta jep dy herë, s'është normale. Them se duhet krijojmë një mekanizëm që ta shesim veten, ta shesim produktin që prodhojmë. Nuk mund të jetë gjithmonë me financim. Nuk mundet. Dhe po ti shikosh, tret shereku i ti njeh vet për shkak punës që bën, edhe bashkë na lidh puna. Ti di që gjithë presin financime për të bërë një gjë dhe askush nuk e merr guximin, dhe mirë bën që se marrin guximin, nuk po i kritikoj me këtë që po them, nuk e marrin guximin të krijojnë një gjë sepse nuk e din a do shitet. I bie të jetë një humbje shumë e madhe ekonomike, shpirtërore, intelektuale, është një rrënim total për fat keq dhe të gjithë presin financimet. Dhe kur të gjithë presin financimet, pastaj këtu fillojnë ato konjunkturat edhe ato lojrat në tavolinë që personalisht i kam urrë dhe do vazhdoj të urrej. Jo gjithë i din ç'a bëhet aty. Gjithë i edhe është problemi madh shumë.